Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, u zhvillua këtë të njëjtë seanca gjyqësore lidhur me procesin e pasurive të sekuestruara ndaj familjes Martinaj. Gjatë kësaj seance ka dëshmuar Mustafa Martinaj, babari i Ervis Martinajt, i cili ka dhënë shpjegime të detajuara dhe elemente të panjohura mbi burimet e të ardhurave, aktivitetet ekonomike dhe jetën e tyre familjare. Në dëshminë e tij, Mustafa Martinaj, me profesion ekonomist, u ndal fillimisht te rrugtimi i të birit, duke treguar se Ervisi kishte studiuar për ekonomi në Parma të Italisë, rreth viteve 2000-2001, me bursë studimi, por i kishte lënë ato përgjysmë për t'u kthyer në Tiranë. Lidhur me aktivitetin e lojrave të fatit, Iati deklaroi se nga viti 2008 e pas, i biri është marrë me pika lotosh me licencë, duke i pasur detyrimet 100% të paguara. Ai pranoi se kishte dieni që djali ishte dënuar për këtë aktivitet, por theksoi se vetë personalisht ka administruar një institucion privat financiar dhe i ka kaluar të gjitha hetimet nga Banka e Shqipërisë deri te pastrimi i parave. Gjatë rrëfimit për periudhën e vitit 1999, Martinaj ekspozoi shumat e mëdha të parave që qarkullonte në atë kohë, si administratori i UFT-s. Mua që më sheh këtu, invalid siç isha, kam qarkulluar tek pul, i vetëm nga Tirana, me mbi $800.000 kesh në makinë, në kohë të vështira, në 99, kur bandat ishin rrugës. Ishin paratë e aktivitetit tim të dokumentuar, është shprehur Martinaj, duke saktësuar se fitimet e tij ndër vite arrin në rreth 3.5 milion euro të ardhura dhe rreth 6 milion euro kredi bankare. I pyetur për pasuritë konkrete, ai sqaroi se hoteli është blerë dhe investuar nga ai vetë në vitet 2016-2017 përmes kredisë bankare. Sa i përket të birit, ai tha se Ervisi kishte vetëm një apartament tek ish stadiumi Qemal Stafa. Mustafa Martinaj zbuloi gjithashtu se pas ngjarjes të rëndë të ndodhur në Ish Blok në vitin 2018, ku Ervis Martinaj mbeti i plagosur, ky i fundit kishte vendosur të largohej nga Tirana për të jetuar me të gjithë familjen në Laç. Iati konfirmoi se Ervisi ka jetuar atje deri në ditën e zhdukjes, më 9 gusht 2022. Në mbyllje të seancës, Martinaj shprehu revoltën e tij para trupës gjykuese, se është thirrur në gjykat vetëm për çështje pronash, ndërkohë që pas zhdukjes së djalit, banesa e tij është kontrolluar 23 herë nga forcat e policisë.